Përshëndetje të nderuar nxënës. Për sot nga libri i klasës 7 kam zgjedhur njësinë mësimore Këndet e kryqëzuara. Nëse dy dreza priten, fitohen 4 kënde. Këndet që ndodhen njëra përballë tjetrës quhen kënde të kryqëzuara. Ja si që në vërtetimin në vijim. Fituam këndin A, këndin B, këndin C dhe këndin D. Këndet A dhe C janë të kryqëzuara. A dhe C janë të kryqëzuara. Këndet B dhe D gjithashtu janë të kryqëzuara. Pra A dhe C janë të kryqëzuara dhe B dhe D janë kënde të kryqëzuara. Mbani mend, këndet e kryqëzuara janë të barabarta ndërmjet veti. Pra këndi A dhe C është i barabartë dhe këndi B me këndin D janë të barabartë. Të vërtetojmë këtë thënie. Në vizatimin këndi A dhe këndi C janë kënde të kryqëzuara, prandaj këndi A dhe këndi C janë të kryqëzuara. Prandaj nisemi prej këndit A plus këndi B na e paraqesin një kënd të shtrirë. Ne dimë se këndi i shtrirë është i barabartë me 180 ose shtimtar 180 shkallë. Këndi A plus këndi D, na japin 180 shkallë, një kënd të shtimtar ose të shtrirë. Ose formojnë drejtës. Prej këtij barazimin A plus D barazimin 180 shkallë, vetëm A-ja do jetë e barabartë me 180 minus D. C plus D, edhe C plus D na jep një kënd të shtrirë ose shtimtar, formojnë drejtës krahët, këndet formojnë drejtës, pra është C plus D është 180 shkallë, pra prej kësaj C-ja është e vetmuar 180 minus D, si që gjetëm këndin A. Andaj, pra edhe një herë shkruajmë këndin C, barazim 180 minus D. Nga këto dyja shohim se anët e djathta 180 minus D janë të barabarta ndërmjet tyre. Pasi që anët e djathta të këtyre dy barazimeve janë të barabarta ndërmjet tyre, atëherë edhe A-ja dhe C janë të barabarta, se A-ja ishte 180 minus D edhe C-ja këndi C ishte 180 minus D. Sipas kësaj duhet të jenë të barabarta ndërmjet veti. Pra kështu përfundojmë se këndi A është i barabartë me këndin C që donim edhe ta vërtetojmë. Pra këndi A qenë i barabartë ndërmjet veti me këndin C. Në mënyrë analoge si që vërtetuam këndin A, se është i barabartë me këndin C, e vërtetojmë edhe se këndi B është i barabartë me këndin D. Pra këndet përfundimisht, këndet kryqëzuara janë të barabarta në mes veti. Këndet me kulm të përbashkët në një pikë formojnë kënd të plotë. Ja, shuma e madhësive të tyre është, shuma e kënd të plotë është 360 shkallë. Ja, rastin konkret, 4 kënde kanë kulmin e përbashkët. Pra të katërt formojnë një kënd të plotë, pra 360 shkallë. I mbledhen këto, 75 plus 75 plus 70 plus 140 plus 360, që i ne japin një kënd të plotë 360 shkallë. Shuma e këndeve me kulm të përbashkët, krahët të cilët formojnë drejtës është 180 shkallë. Tani, të tre këndet në japin një kënd krahët të cilët formojnë drejtës 180 shkallë.
50 plus 70 plus 60 bën 180 shkallë, po vërtet pra 50 plus 70 120 plus 60 180 shkallë. Të shohim këto përmes disa shembujve. Shembulli i parë njëso madhësinë e këndit A. Pra, në këtë vizatimin më poshtë, shohim se këndi A mungon, një kënd qenë ka 130 shkallë, ndërsa një kënd me pikë, neve në matematikë këndet me pikë i shkruajmë si këndet e drejtë, këndi i drejtë, pra është i këndi me pikë shënohet kështu, edhe dim se këndi i drejtë ka 90 shkallë, pra 90 plus 130, 220. Të tre këndet na japin një kënd të plotë. Prandaj shuma e këndeve të plota ishte 360 shkallë, 360 minus 220 e barabartë me 140 shkallë. Shuma e këndeve me kulm të përbashkët në pikë është 360 shkallë, prandaj zbresëm edhe gjetëm këndin A që është 140 shkallë. Të shohim te shembulli i dytë, 4 këndet në vizatim janë të barabarta mes veti. Caktoa masinë e këndit X. Pra, siç shohim, të 4 këndet këtu në vizatimin në fjalë janë të barabarta ndërmjet tyre. Pra, X plus këndi X plus këndi i 4 X, to janë të barabartë ndërmjet tyre, pra janë të ngjajshëm, prandaj X plus X bën 4X. Tani 4X, shuma e këndeve formon kratë të cilët formojnë drejtës, ishte një kënd i shtrirë, 180 shkallë, 4X është e barabartë 180 shkallë, prandaj vetëm një kënd do jetë kur 180 pjestojmë me 4 që i bie një kënd X të jetë 45 shkallë. Pra, vërtet, pra 45 plus 45 90 plus 45 plus 45 180 shkallë. Shuma e këndeve në drejtës është 180 shkallë. Çdo kënd tek vizatimi jonë konkret është ka 45 shkallë. Dhe shembullin e fundit, caktoj këndet beta dhe gama. Është dhënë këndi gama, beta dhe këndi 40 shkallë. Ky trekon si shohim nga vizatimi është trekon barakrahas, se krahët i ka të nënvizuar me nga një vizë që në kupton se bëhet fjalë për trekon barakrahas. Tash duhet ta njësojmë këndin beta. Ne vedim se të tregon që barakrahas këndet mbi bazë janë të barabarta ndërmjet tyre. Prandaj këndi beta do jetë saktë ky këndi 40 shkallë. Pra këndi beta do jetë 40 shkallë. Tash kur e gjetëm këndin beta, atëherë lehtësisht e punojmë edhe e gjejmë edhe këndin gama. Shuma e këndeve në trekonshën e dim se është 180 shkallë. Pra prej 180-s e zbresim këto dy kënde. Pra këndi gama do jetë 180 minus 40 minus 40. Edhe këndi gama do jetë i barabartë me 100 shkallë. Shembullin e katërt, caktoj këndin alfa. Në njëjtën mënyrë e punojmë këtu këndi është trekon që është barakrahas si në rastin e mëparshëm. Prandaj edhe ky kënd këtu do jetë alfa, saj tjetri. Pra 180 minus 36, 144. Prej këtu shuma e dy këndeve pranë bazës është shuma e dy këndeve është 140 shkallë, 44 shkallë. Prandaj, pasi që bën fjalë për dy kënde të barabarta, e pjestojmë me 2, 144 pjestim për 2, 72 shkallë. Pra këndit pranë bazës janë të barabarta ndërmjet veti dhe përfundimisht këndi alfa është 72 shkallë.
Pra 72 plus 72 plus 36 bën 180 shkallë, shumë e këndohen e trekonsh është 180 shkallë. Shembullin e 5, në vizatim është dhënë trekon që kënd drejt barakrahës, cakto këndin alfa. Ky trekon që edhe kënd drejt e ka këndin punëmaje me pikë, ajo dihet se është këndi drejt dhe është barakrahës, i ka krahat e barabarta. Tani të njësojmë këndin alfa, ne vedim se shumë e këndëve në trekon që është 180 shkallë, 180 shkallë minus këndi drejt 90, dy këndet pranë bazë do jenë 90 shkallë, prandaj pjestojmë me 2. Pra alfa është 90, pjestim për 2 që definitivisht këndi alfa do jetë 45 shkallë. Pra vërtet, këndi alfa 45 shkallë, a dyhet se trekon që barakrahës këndet mbi bazë janë të barabarta ndërmjet veti, sa do jetë, alfa do jetë edhe ki këndi tjetër, 45 plus 45, 90, edhe këndi drejt 90, 90 plus 90, 180 shkallë, pra shumë e këndëve në trekonsh do jetë 180 shkallë. Njëso madhësinë e këndëve të shënuar me shkronja, e keni në libër në faqe 196, në detyrën 196 dhe faqe 197, detyra 1 nga libri i matematikës së klasës 7. Ja si duken detyrat. Detyra e 1 janë dhënë këto madhësi, x 51 këndi drejt me pikë është 90 shkallë, të gjeni këndin x. E punoni në atë mënyrë ku e punoni 51 plus 90 plus 118. Edhe x jemi barabar 360 minus shumë e këtyne 3 këndeve një sqarim për ta punuar më lehtë në shtëpi. Edhe detyra në B keni W plus 95 plus 36 bën një kënd të shtrirë, formojnë drejtës, pra është 180 shkallë. Shumën e këtyre dyve 180 minus shumë e këtyre dyve na jep W ose W. Edhe detyra në C keni këndet kryqëzore, çka thamë pak para se janë të barabarta ndërmjet tyre. Këndi y do jetë sa këndi 58, andaj këndin Z gjejmë 180 minus 58 dhe gjeni këndin Z. Dhe detyra në Q keni T, këndi T, 3 herë është i barabartë, 3T plus 78 në jep në një kënd të shtrirë 180 shkallë, 180 minus 78 e gjeni, mandaj e pjestoni me 3 dhe të gjeni vetëm T. Ju falenderit.